Në një rajon të botës që shquhet për zhvillimin e shpejt ekonomik dhe transformimet sociale që po e shndërrojnë Azinë Juglindore, në një nga motorët kryesor të rritjes globale, ekziston një shtet që duket i mbetur peng i historisë, izoluar nga bota dhe i zhytur në një krizë të thellë politike, ekonomike dhe humanitare. Ky është Myanmar, vendi që dikur quhej Burma, një shtet i madh në sipërfaqe, i pasur me burime natyrore dhe me një pozicion gjeostrategjik të pazëvendësueshëm, por që sot përbën shembullin më të qartë të një shteti të dështuar në zemër të Azisë Juglindore. Historia e tij është një rrëfim i gjatë i grushteteve ushtarake, i luftrave etnike, i shpresave të thyera demokratike dhe një populli që prej më shumë se 7 dekadash nuk ka gëzuar stabilitet, siguri dhe të drejta themelore. Myanmar fitoi pavarësinë nga Britania e Madhe në vitin 1948, pas një lufte të gjatë dhe të përgjakshme që kishte konsumuar energjitë e popullit të tij. Në fillimet e para, vendi shihej si një ndër shtetet më premtuese të Azisë, me një elitë të arsimuar, me një ekonomi të aftë të prodhonte burime të mjaftueshme dhe me një shoqëri që pritej të ndërtonte institucione të qëndrueshme, por ky vizion u përplas shpejt me realitetin e një vendi të përbërë nga mbi 100 grupe etnike, ku shumica bamar përplasej vazhdimisht me minoritetet e tjera që kërkonin më shumë autonomi. Ky tension u shndërrua në konflikt armatosur të përhershëm, duke minuar bazat e shtetit që sapo kishte nisur të krijohej. Ushtria e njohur si Tatmadaw mori gradualisht gjithnjë më shumë pushtet, duke u shndërruar në institucionin më të fuqishëm të vendit. Në vitin 1962, ajo kreu grushtin e parë të shtetit, duke rrëzuar qeverinë civile dhe duke vendosur një regjim të gjatë autoritar. Gjatë dekadave të ndryshme, Myanmar u izolua plotësisht nga bota, duke u shndërruar në një nga shtetet më të mbyllura dhe më të kontrolluara ushtarakisht. Çdo formë opozitës politike u shtyp me dhunë, ndërsa ekonomia u shkatërrua nga politikat e dështuara të planifikimit qendror dhe nga korrupsioni i përhapur. Vendit ju mohua çdo mundësi zhvillimi, duke u shndërruar në njërin prej shteteve më të varfra të rajonit, ndonse me pasuri natyrore të jashtëzakonshme. Në këtë atmosferë të errët të represioni, një figurë do të linte si simbol shpresë. Aung San Suu Kyi, vajza e heroit të pavarësisë Aung San, e kthyer natë dhe nga jashtë, ajo u bë zëri kryesor i demokracisë dhe pagoi këtë çmim me dekada arresti shtëpiak. Përpjekjet e saj fituan vëmendjen e botës, duke e bërë atë fituese të çmimit Nobel për paqen në vitin 1991, por për shumë vite ushtria refuzoi të tërhiqej. Vetëm në fillim të viteve 2010, dukej sikur po hapej një rrugë e re, reformatorë të moderuar në ushtri nisën të lejonin pjesëmarrjen e opozitës në jetën politike, duke përgatitur terrenin për zgjedhje të pjesëshme të lira. Në vitin 2015, Lidhja Kombëtare për Demokraci, e drejtuar nga Suu Kyi, fitoi me shumicë zërmuese zgjedhjet, duke sjellë gëzim dhe entuziazëm në rrugët e Myanmar. Bota perëndimore e përshëndeti këtë zhvillim, duke e parë si fundin e një epoke represioni dhe fillimin e një tranzicioni demokratik, por realiteti u tregua më i komplikuar. Kushtetuta e hartuar nga ushtria garantonte që gjeneralët të mbanin kontrollin e plot mbi ministritë e mbrojtjes, të brendshme dhe kufive, si dhe 1/4 e vendeve në parlament. Kështu, edhe pse Suu Kyi ishte de facto udhëheqëse, pushteti real mbetej ende në duart e Tatmadaw. Për më tepër, imazhi i saj ndërkombëtar u trondit kur ajo heshti përballë krizës së Rohingjave në vitin 2017, kur ushtria ndërmori një fushat të dhunshme, spastrimi etnik ndaj këtij komuniteti musliman, 10 mijëra u vranë, mbi 700.000 u dëbuan drejt Bangladeshit dhe fushata u dënua nga Kombet e Bashkuara si akt i mundshëm genocidi. Shpresa për një ndryshim të qëndrueshëm mori fund në shkurt të vitit 2021, kur ushtria ndërmori një tjetër grup shteti duke arrestuar Suu Kyi dhe udhëheqësit e tjerë civil. Ky akt e zhyti vendin në një krizë të re të thellë. Protestat masive të qytetarëve që u shpërthyen në rrugë duke kërkuar rikthimin e demokracisë u shtypën me gjak, mijëra të rinj u arrestuan, qindra të tjerë u vranë, ndërsa vendi u zhyt në një val të re dhune dhe represioni. Në të njëjtën kohë, grupet armatosura etnike, që prej dekadash luftojnë për autonomi, e shfrytëzuan situatën për të intensifikuar luftën e tyre kundër Tatmadaw, duke kthyer Myanmar në një mozaik frontesh të shpërndara në të gjithë territorin. Pasojat për popullin janë katastrofike. Mbi 2 milion njerëz janë zhvendosur brenda vendit për shkak të dhunës.
ndërsa qendra mira kanë kaluar kufit, duke krijuar një prej krizave më të mëdha humanitare në rajon. Fshatra të tëra janë shkatëruar, qytetet të tëra janë në kontrollin e njësive të armatosura etnike ose të ushtrisë, ndërsa ekonomia është zhytur në kolaps. Inflacioni është rritur në nivele dramatike, tregtia jashtme është kufizuar nga sanksionet ndërkombëtare dhe popullsia vuan mungesë ushqimesh, ilaçesh dhe shërbimesh bazike. Në këtë panoramë të errët, vetëm Kina vazhdon të jetë një mbështetëse e rëndësishme e juntës ushtarake, duke investuar në projekte infrastrukturore dhe duke siguruar qasje në burimet natyrore të Myanmar. Pekini e sheh këtë vend si një korridor të rëndësishëm strategjik që lidh provincat e brendshme kineze me Oqeanin Indian përmes portit të Kyabkyu. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vendosur sanksione të ashpra duke izoluar regjimin, por duke ndikuar negativisht edhe mbi popullin e thjeshtë, i cili mbetet pa alternativa të tjera. Shumë ekspertë ndërkombëtar sot e konsiderojnë Myanmar si një shtet tipikisht të dështuar. Ai është një vend ku institucionet nuk funksionojnë, ku sundimi i ligjit nuk ekziston, ku pushteti është monopoli një elite ushtarake të dhunshme dhe ku qytetarët nuk kanë asnjë garanci për të ardhmen e tyre. Pavarësisht presionit ndërkombëtar, nuk ka asnjë shenjë se Tatmadaw është gati të dorëzojë pushtetin. Lufta civile vazhdon të përhapet dhe vendi rrezikon të mbetet për dekada të tëra i ngujuar në një cikël të pafund dhune dhe varfërie. Në zemër të Azisë Juglindore, mes vendeve që po përjetojnë zhvillim të vrrullshëm, si Vietnami, Tajlanda apo Malajzia, Myanmar mbetet një ishull i krizës dhe i shpresave të thyera. Është një histori që tregon se si potenciali i jashtëzakonshëm mund të shndërrohet në një tragjedi, kur pushteti kapet me dhunë dhe institucionet nuk arrin kurrë të marrin formë të qëndrueshme. Populli i Myanmar mbetet sot pengi i një regjimi që nuk njeh llogaridhënie, një ekonomie që nuk ofron asgjë përveç varfërisë dhe një realiteti që bota e sheh me trishtim, por që pak mund të bëjë për ta ndryshuar. Në fund, Myanmar është më shumë se sa një krizë e brendshme. Ai është një paralajmërim për rajonin dhe për botën, se sa e brisht është rruga drejt demokracisë dhe se si paqëndrueshmëria, autoritarizmi dhe konfliktet etnike mund të shkatërrojnë edhe një vend që dikur shihej si një ndër më premtuesit e kontinentit aziatik.